plagse të mirëfillta blektorale me sisteme shumë të mira, të larta të sigurisë, të investimeve, të gjithë zinxhirit të ushqyerjes të këtyre fermave, dhe është përqendruar pra qumshi në ferma të mëdha, ku ne sot domethënë krahasuar me një periudhë të themi relativisht 5-6 vjeçare më përpara, sot rreth 80-90% të qumshit e marrim nga këto ferma. Dhe tjetra është që mesatarja e prodhimtarisë së lopëve për krer tashmë është shumë e lartë. Varion te 30 deri në 35 litra ditore, domethënë për lopë, për krer, për këto lopë të rasës Holstein që kryesisht kanë fermat shqiptare. Tashti vim tek standardet e cilësisë së qumshit. Jo, ta mbylli vetëm aflatoksinen, që mos i kthehemi më. Te aflatoksina. Sot që flasim realisht se është bërë një zhurmë e madhe për aflatoksinën, dhe me të drejtë sepse standardet janë për të plotësuar dhe patjetër që do plotësohen. Sot që flasim kemi rezultate të shkëlqyera të detektimit të aflatoksinës në ferma. Flasim me bindje dhe me krenari të madhe që kemi ferma jo që janë në normën europiane, po që janë me 0 detektim të aflatoksinave. Është bërë me të vërtet një punë e mrekullueshme nga fermerët patjetër, sigurisht edhe nga Ministria e Bujqësisë që vendosi kontrollin rigoroz dhe shumë fanatik të hyrjes së produkteve, kështu që sot flasim me siguri të plot që niveli i aflatoksinës në qumësh për sa i përket të fabrikës të paktën që ne punojmë është 0, domethënë në standardet më të mira europiane. Unë jo më kote përmenda pjesën e krahasuar qumshit të rrugës, qumshit fermeri edhe dhe qumshit të blerë. Cili është kontrolli si monitorimi që i bëhet qumshit mbasi vjen? Pra, besoj që nuk ka diskutim që ai vjen me tankra ftohës, me autobote ftohës e tjera, por kontrolli analiza që i bëhen. Shiko, fillimisht shkon autoboti, të themi, tek fermat, dhe aty pavarësisht se është fermë kontrolluar, është me monitorim, me veteriner, me gjithë sistemin e vetë, bet kontrolli i parë i testit të antibiotikut, përmbetjet të antibiotikut. Sepse mund të ketë në një rast që mund të domethënë një lopë akoma nuk e ka përcjellë ose nuk e ka shkarkuar gjithë antibiotikun, domethënë në periudhën e Pra për ata që janë ndjekin, lopa ka qenë smur për sa kohë është mjekuar me antibiotik që reflektojnë është mjekuar me antibiotik dhe kontrollohet në vend. Pra bëhet kontrolli bazë, në qoftë se rezulton me antibiotik, qumshi me prezencë të antibiotikut, qumshi nuk ngarkohet absolutisht. Pastaj ngarkohet dhe shoferi asnjëherë autoboti nuk e ngarkon qumshin pa shkuar temperatura, nëse nuk ka shkuar 4 gradë në tankerin ftohës. Ngarkohet në 4 gradë në autobot, transportohet me autobot termus, ku temperatura qëndron në ato nivele, vjen në fabrik. Në fabrik, nga laboratori, bëhet kontrolli i parë organoleptik, i themi për aromat të ndryshme, sepse mund të ketë një aromë, të themi bari apo një aromë të papërqyeshme, e cila çfarëdo që të bësh, ndoshta do transmetohet në produkt. Pastaj bëhet sërish analiza për antibiotikun, për prezencën antibiotikëve. Bëhet analiza për prezencën e aflatoksinave. Bëhet analiza për densiteti, sigurisht fizio-kimike për yndyrë, lëndëthat, densitet, për qelizat somatike. Mbasi janë bërë të gjitha